Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Krim tronditës në Mans të Durrësit, dy të rinj vriten me armë pas debatit për një kafe në lokal, një nga autorët e ngjarjes shpallet në kërkim. Gjykata e posaçme refuzon kërkesën e Ilir Metës për t'u liruar pas një viti qëndrim në burg. Nesër merret vendimi nëse dosja ndaj tij kalon apo jo për gjykim. Mbahet në Londër samiti Radhës i procesit të Berlinit. Në fokus është emigracioni, siguria dhe ekonomia. I pranishëm edhe kryeministri Rama. Sali Berisha deklaron se do të kandidojë për kryetar të Partisë Demokratike, edhe pse humbi zgjedhjet e 11 majit, ai thotë se statuti i partisë nuk e pengon. Do të vjojmë gjërësisht me lajmet. 2 persona mbetën të vrarë gjatë një konflikti për motive të dobta në Mans të Durrësit. Zanafilla e ngjarjes trondit se ishte kërkesa për të konsumuar në një kafe në lokal. 3 të rinj u përfshin në debate e më pas përdorën armë. Një nga autorët e krimit mbeti vrarë, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Debati për një kafe është bërë shkak për vrasjen e 2 të rinjve në Mans të Durrësit. Ngjarja tronditëse ndodhi rreth orës 1:45 të mëngjesit në një lokal në afërsi të një pike karburanti. Daniel Pepa dhe shoku i tij Arjanit Kurti hynë brenda dhe i kërkuan kamarierit Alteo Pepa që të shërbente kafe, por ky i fundit u tha se e kishte fikur ekspresin. Kaq mjaftoi që ai të përballej me fjalë fyese nga klientët. Në mes të debatit ndërhyri një tjetër i ri, Flori Paluçi, i cili doli në mbrojtje kamarierit. Brenda pak minutave, konflikti verbal mes tyre degradoi në përdorimin e armëve. Sipas policisë, Flori Paluçi qelloi për vdekje Aranit Kurtin, 23 vjeç, dhe më pas Daniel Pepa i është përgjigjur me armë, duke e lënë të vrarë Paluçin, 33 vjeç. Sipas dëshmisë së kamarierit, ngjarja ndodhi jashtë ambienteve të lokalit. Ishte ora rreth 1:45 në momentin e ngjarjes. Ishin 5 persona. Daniel Pepa hyri pari në lokal me shokun e tij dhe më kërkoi kafe. Ekspresi ishte fikur dhe ju thash nuk shërben kafe në këtë orë. Ai më ktheu se dua kafe patjetër dhe filloi të më fyende me fjalë të rënda. Nuk e vazhdova më bisedën, por ndërhyri Flori Paluçi për të më mbrojtur mua. Flori është banor i zonës dhe klient i lokalit, pra e njoh. Aty filloi konflikti fizik mes tyre dhe dolën përjashtë lokalit për të vazhduar konfliktin. Më pas dëgjova të shtënat mes tyre dhe ndodhi ajo që ndodhi. Banorët e zonës ndihen të tronditur nga krimi i dyfisht. Unë erdhëm në mëngjes, gjeta karburantin e rrethum ndalohet sken krimi dhe aq di, më shumë s'di gjë. Çfarë ju thanë se ju duke qenë këtu afër, po çfarë ju thanë? Ka ndodhur ngjarje, tha mos u afro dhe komet atje derisa ka ikë policia. Ai njihni këta çunat që u vranë sot, që kanë vrarë? Na ka trondit neve kjo, po unë tash se kam marrë vesh se as jo deri tash. Po na ka trondit ron prapë të shinodhin, ç'të bësh? Çfarë mendoni? Pse ka ndodhur? Nuk di. Nuk i njihje çunat që janë banorë të zonës? Po. I njihje. I njihje, ku pas kushëri bile. Kushëri. Autori dyshuar Daniel Pepa, 21 vjeç, është aktualisht në kërkim, ndërsa forcat e policisë po zhvillojnë kontrolle intensive në zonë për kapjen e tij. Në polici ndërkohë janë shoqëruar edhe 7 persona, të cilët po japin dëshmi për ngjarjen. Gjykata e posaçme i tha jo kërkesës së Radhës së ish-presidentit të vendit Ilir Meta për t'u liruar nga burgu. Ndërkohë nesër pritet të merret vendimi për kalimin e dosjes së tij për gjykim. Meta akuzohet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Liria duket e largët për ish-presidentin Meta, edhe një vit pas izolimit të tij. Këtë të mërkur pas kërkesës së bërë nga avokati i tij Kujtim Cakrani për shuarjen e masës së sigurisë, me arsyetimin se janë të kaluar afatet e paraburgimit, gjykata e posaçme e la sërish në qelinë e 313-s. Ndërkaq, dosja e tij është në pritje të vendimit nëse do të kalojë apo jo në gjykim, verdikt që do të merret nesër. Gjykata e ka rrëzuar kërkesën tonë sepse ne nuk e dim. Thjesht 2 sekonda, tha kam rrëzuar kërkesën, nuk e dim vendimin arsyetuar, kur ta marrim do t'ua bëjmë publik. Por është një precedent, ka krijuar një precedent shumë të rrezikshëm sot me zotin Meta. Afati 1 vjeçar është ezauruar dje. Teknikalitetet që mund të gjejë gjykata për të justifikuar vendimarrjen e saj që zoti Meta duhet të qëndrojë para burgim janë teknikalitete që nuk kanë asnjë vlerë. Ne kemi bërë kërkesë prokurorisë për revokimin e masave të sigurimit të nisur edhe nga presidenti Berisha.
I bindur në pafajësinë e të mbrojturit prej tij, Cakrani thotë se nuk ka asnjë rrezik që Ilir Meta të prish provat. Nuk ka as dëshmitar që zoti Meta duhet intimidoj që kanë folë kundër ti dhe nuk ka as prova në ato që parashikohen që prova e dëshmitar të cilët provat e ngrira që i quajnë gjykata, prokuroria, që zoti Meta duhet i dëmtoj. Prokurorët nuk kanë bazë ligjore që ta sot paktën të argumentonin pse zoti Meta duhet të qëndrojnë para burgim. Këtë tani do na i thot gjyqtare zonja Irena Gjoka. Spak zgjati hetimet për ish presidentin e vendit dhe ish bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi deri në tetor të këtij viti. Meta akuzohet se ka kryer korrupsion, pastrim parash e fshehje të origjinës së tyre në lidhje me dosjet Çesdia, lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për shpenzime familjare. Në Londër u mbajt këtë të mërkur samiti radhës i procesit të Berlinit. Kryeministri Edi Rama dhe udhëheqës të tjerë të Ballkanit përpara janë pritur nga mbreti Charles. Në fokus të takimit ishte siguria e rajonit dhe forcimi i bashkëpunimit ekonomik. 6 liderët e Ballkanit Perëndimor përfshirë kryeministrin Edi Rama janë mbledhur në Londër, ku pritet të marrin pjesë në samitin e procesit të Berlinit. Një ditë para takimit të nivelit të lartë, liderët e Ballkanit u pritën nga mbreti Charles III, ndërsa ishin të shoqëruar dhe nga kryeministri britanik Keir Starmer, që do të drejtojë dhe panelet në samit. Vetë kryeministri Edi Rama ndau dhe disa pamje të takimit me mbretin Charles, ndërsa shihen duke bashkë biseduar. Në samit diskutohen 3 çështje kryesore: emigrimi, siguria e rajonit si dhe bashkëpunimi ekonomik. Punimet do të nisin me pritjen e liderëve nga kryeministri Starmer dhe do të pasojnë me një foto familjare. Më pas do të nisin diskutimet, teksa seanca e parë plenare do të nis fill pas fotos. Samiti do të jetë i organizuar në 2 panele, me tema ambicia dhe vizioni strategjik dhe rritja migrimi dhe siguria, në të cilët do të mbaj fjalën dhe kryeministri Edi Rama. Në përfundim, udhëheqësit e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor do të nënshkruajnë deklarata për tregun e përbashkët rajonal dhe bashkëpunimin energjetik. Procesi Berlinit, i cili nisi nga qeveria gjermane në vitin 2014, është një platformë ndërkombëtare që bashkon qeveritë e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor së bashku me partnerë të tjerë evropian. Qëllimi është të rrisë bashkëpunimin rajonal dhe të mbështesë zhvillimin ekonomik, si dhe të përshpejtojë përpjekjet për një afrim më të ngushtë evropian në Ballkanin Perëndimor. Në planet politike të Sali Berishës nuk ka asnjë skenar që e shkëput atë nga drejtimi i Partisë Demokratike. Berisha tha sot se vitin tjetër do të rikandidojë për kryetar edhe pse humbi zgjedhjet e 11 majit. Sipas tij, statuti i PD flet për zgjedhje dhe jo për farsa elektorale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përsëriti se në pranverën e vitit të ardhshëm do të jetë sërish kandidat për të drejtuar partinë më të madhe të opozitës. Do kepi garë për kryetarin e PD-s. E hapur, urdo? Po sigurisht do jem. Pyetje është kjo. Edhe pse statuti miratuar në kufundin e 11 dhjetorit parashikon largimin automatik të kryetarit kur humbet zgjedhjet parlamentare, i vetmi deputet që ka mbrojtur këtë tezë është kryetari i Forumit Rinor Besar Xhaferi, i cili një ditë më parë deklaroi se Berisha duhet largohet e të mos garojë sërish. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha komentoi këtë qëndrim duke vënë në dukje se 11 maj ishte farsë elektorale, ndaj nuk aplikohet neni dorëheqjes. Ju garantoj se çdo deputet antar mbështetës i kësaj partie do të jetë i lirë të shprehë çdo mendim që ka. Natyrisht, interpretimi i nenit statutit duhet të jetë i saktë. Statuti bën fjalë për zgjedhje dhe jo për farsa, dhe tani që ta mbyllim këtë punë, do të jetë antarësia e Partisë Demokratike ajo që do i bëj interpretimin përfundimtar. Berisha komentoi edhe vendimin e Zheni Gjergjit, ish deputete dhe ish antare kryesisë Partisë Demokratike për të pranuar një post nga administrata socialiste për të drejtuar spitalin e Elbasanit. Për Sali Berishën, të gjithë ata që shkelmojnë mbi atë besim dhe mbështetje janë automatikisht i jashtë kësaj force politike, sepse 99.9% mos më shumë, ose 999% të atyre që i kanë mbështetur, këta individ janë pa punë, janë në kushte të vështira, por nuk ipen. Partia Demokratike për 4 mandate radhës i ka mbetur në opozit dhe largimet nuk janë një fenomen i ri.
por pas 11 maj të paktën 3 antarë të kryesisë PD-s, që është një prej forumeve më të larta politike, kanë pranuar poste nga administrata socialiste. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë gjetur konsensus për formulën që garanton barazie dhe përfshirje sa më të gjerë të forcave politike në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Mësohet se mazhoranca dhe opozita do të kenë secila nga 8 antarë në këtë komision. 2 bashkëkryetarë do t'i përkasin Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Nga mazhoranca, Partia Socialiste do të ketë 7 antarë, ndërkohë që 1 antar do ta ketë Partia Social-Demokrate drejtuar nga Tom Doshi. Nga opozita, 5 antarë do t'i ketë PD, një grupi parlamentari drejtuar nga Fatmir Mediu, një grupi parlamentari drejtuar nga Tedi Blushi dhe 1 antar do t'i përkas Partisë së Agron Shejait. Komisioni i Reformës Zgjedhore pritet të ngrihet javën e ardhshme në parlament. Së dyti është hartimi i planit të SPAK mbylli hetimet për 6 persona që dyshohet se kanë kryer korrupsion dhe ushtrim ndikimi të palishëm. Fjala është për operacionin e quajtur Ura në bashkëpunim me autoritetet italiane, ku i pandehur ka përfunduar edhe avokati Armand Tragaj. Prokuroria e posaçme thotë se janë provuar 4 episode korruptive të avokatit, i cili ka komunikuar për të ndërhyrë të zyrtarët për të ardhur në ndihmë grupeve kriminale. Nga operacioni i madh Ura u godit një grup i mirë organizuar kriminal me 52 antarë për të cilët SPAK lëshoi masa sigurimi. Grupi kryente trafik droge drejt Italisë, ndërsa parat vinin në Shqipëri me linjat e autobusëve. Megjithatë, për 6 persona që SPAK i dërgoi këtë të mërkurë në gjykim, dosja është ndarë në një fraksion më vete. 40 vjeçari Mirel Çoka, i cili u gjeti pa jetë në Humner në Malësi të Madhe, mund të jetë vrarë. Dyshimet janë ngritur nga Prokuroria e Shkodrës pas dëshmive të familjarëve. Ata kanë thënë se i afërmi i tyre kishte një parcel droge bashkë me persona të tjerë dhe ky mund të ketë qenë shkaku i vrasjes. Prokuroria e Shkodrës ka nisur hetimet lidhur me vdekjen e 40 vjeçarit Mirel Çoka, i cili u gjeti pa jetë në një Humner në malet e Kelmendit në Malësinë e Madhe. Fillimisht policia e cilësoi ngjarjen si një rrëzim aksidental, por pas dyshimeve të ngritura nga familjarët dhe të afërmit, çështja nuk është pushuar dhe hetimet po vijojnë. Sipas burimeve, personi që ngriti dyshimet për një vrasje të mundshme ishte Rifat Çokaj, i afërmi i viktimës, aktualisht rezident në SBA. Ngjarja ndodhi më 18 shtator 2025, kur policia mori njoftimin se një person ishte rrëzuar në fshatin Kozhnjë të Malësisë së Madhe. Përmes dronit, efektivët konfirmuan se trupi i përkiste 40 vjeçarit Mirel Çokaj. Pas 24 orësh, trupi u nxor nga Humnera me ndihmën e helikopterit të forcave të armatosura. Familjarët e viktimës dyshojnë se bëhet fjalë për një vrasje të maskuar si aksident, pasi sipas tyre Çokaj ndodhej në një parcel me kanabis rreth 1 orë larg vendit ku u gjet trupi. Ata pretendojnë se viktima e kishte parcelën bashkë me të tjerë dhe se konflikti për ndarjen e fitimit mund të ketë çuar në shtyrjen e tij drejt Humnerës. Në parcelën ku dyshohet se punonte Çokaj, policia zgjasoi 780 bim kanabis, duke konfirmuar se viktima kishte qenë në atë zonë pak para vdekjes. Dyshimet e familjarëve janë shtuar edhe për shkak se telefoni celular i viktimës nuk është gjetur. Ata mendojnë se personi apo personat përgjegjës mund ta kenë hedhur apo fshehur atë në mënyrë që të zhdukin provat. Kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.